Nërmi, selam aleikum, mirë se shihemi sërish në rrëfime profetike, në këtë takim të përjavshëm ku rrëfimet e profetit alayhis salam prej popujve të hershëm vinë si mësime dhe në ditët e sotme. Dhe ngjarja në cilën sot do të fokusoj bëhet fjalë për një person i cili punonte tokën, mirëpo dihet që baza e bujqësisë është uji dhe ky përjetonte një mirësi dhe një begati dhe një mrekulli për Zotit, e cila është e veçantë. Ishte e veçantë për të dhe do të mbetet vazhdimisht e veçantë. Cila është ngjarja, cilat janë dobit për saj, do të mësojmë për hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Por selam aleikum dhe mirë se shihemi. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çfarë mirësie kishte ky personi hoxh ndryshe nga bujqit e tjerë, nëse më themi kështu. Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një rast u thotë shokëve të tij, ndërkohë që një njeri po ecte në një rrugë të gjatë, dëgjoi një zë nga qielli. Ujit tokën e filanit, birit të filanit. Dhe ky pa një grumbull rresh që orientohen diku. Ishte piku i vapës. Dhe ky tha me vete po i ndjek. Derisa shkuan tek një, le të themi tek një kopësht ose tek një vend atje, dhe e derdhën gjithë shiun dhe u zhdukën rreth. Dhe ky sheh që aty po punonte një burr i cili vetëm bënte ca rregullime, ca lëvizje, si më thon hullish ose vijash, kanalesh. Çdo gjë mbaroi me kaq. I thot, a mund të bëj një pyetje? I thot, po. I thot, çfarë bën ti? I thot, këtë që pe. Jo, thot, çfarë bën ti? Thot, se unë kur po vija rrugës dëgjova një zë nga qielli që ta shko ujit tokën e filanit, birit filanit. A jeti filanit, birit filanit? Po. Tha, si ti e dëgjove këtë? Burri nuk dinte gjë. Tha, ti e dëgjove këtë? Tha, po. Tha, çfarë bën ti? Tha, asgjë, tha. Thjesht kur vjen koha e të korrave, e ndaj, si më thon, bereqetin e mbledhur, e ndaj tha në tre pjesë. Një pjesë tha për vete dhe për familjen time, një pjesë e ruaj që do mbjell sërish dhe pjesën tjetër u jap fukareve. Aty personi kuptoi se ku qëndronte sekreti. Se ishte i zgjedhur dhe i veçantë. Se ishte kjo, le të themi, mrekulli ose ky keramet, le të themi, sepse kur ndodh një ngjarje e jashtëzakonshme ndaj njerëzve të mirë nuk quhet më mrekulli, por quhet keramet, si më thon, një lloj nderimi dhe vlerësimi prej Zotit për dikë, për besimin e tij, për përkushtimin e tij, për bamirësinë e tij, për të mirat që bën. Zoti ka disa njerëz që u jep në jetën e kësaj bote. Ajo që është shumë interesante në këtë histori është se në këtë rast një personi të zakonshëm ju zbulua një sekret. Pra ky dëgjoi diçka nga qielli që shko dhe u jit tokën e filanit. Sikur Zoti i Madh, domethënë, e solli si një argument se njerëzit duhet të kuptojnë se çdo gjë në këtë botë funksionon nën urdhrat e Zotit. Le të themi ne për shembull parashikimi i motit. Ka arritur sot teknologjia, ka arritur sot shkenca të shkojë shumë thellë për sa i përket parashikimit të motit. Mirë, por ne nuk duhet të harrojmë se parashikimi i motit nuk zhvlerëson rolin që ka Zoti në zhvillimin e motit. Për llogaritja njerëzore është diçka dhe ajo çka cakton Zoti pastaj është për te kësaj. Jo vetëm ajo që cakton, po kjo për llogaritje njerëzore është në sajt e asaj që Zoti ju ka dhënë njerëzve për llogaritur dhe në sajt e asaj që Zoti po zhvillon. Pra nuk janë njerëzit ata që caktojnë motin. Po njerëzit zbulojnë se si do të jetë moti. Nuk është njeriu ai që, si më thonë, e krijon mashkullin apo femrën në barkun e nënës. Është Zoti, njeriu thjesht e zbulon në bazë të analizave, në bazë të ekos e kështu me radhë. Pra ideja është, domethënë, se nga njeriu magnetit, për shembull, si do të jetë temperatura me datën, për shembull, le të themi mas 6 muajsh. Mund të ketë një parafërsi, mund të ketë një parashikim, dhe kjo nuk është çështje që ne po flasim mbi të fshehtën tani. Gjëra që mund të parashikohen dhe mund të llogaritje. Po kjo nuk do të harruar, se ka një Zot i cili e ka mësuar njeriu që të arrijë deri këtu, dhe e dyta, këto lloj zhvillimesh janë nën mbikëqyrjen dhe nën lejimin e Zotit dhe
çdo gjë lëviz me emrin e Zotit, me lejen e Zotit, ret, bora, shiu, vapa, çdo gjë, domethënë nuk ka gjë që ndodh rastësisht apo për shkak të rrotullimit apo mos çdo gjë ka sebeb, absolutisht. Mirë, po në fund fare këto sebebe është Allahu ai i cili. Pra këtë ligjësi ndryshimesh dhe sebebesh ka caktuar Zoti. Kryesor dhe shkaktarin kryesor çdo gjë ai është Allahu Zoti i gjithësisë. Ndërsa çdo gjë që ndodh normalisht është e parapar, e parashikuar, e parapërcaktuar prej tij dhe çdo gjë është në sundimin e këtë ne duhet ta kuptojmë shumë mirë. Se ndonjëherë ndodhin përpara situatë që bie shi ose bie borë ose është nxehtë, edhe ja dedikojmë shkaqeve, ne nuk do të harrojmë se mbi shkaqet është një shkaktar. Ai është Allahu, Zoti i gjithësisë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra njerëzit nuk caktojnë se si do të jetë moti pas 6 muaj, po mundohen të parashikojnë dhe të përllogarinë se si do të jetë moti, i cili caktohet për Zotin. Bërësi i motit është Allahu xhallahu. Ai që e bën këtë mot, ai që e ka sjell situatën, rrethanat dhe kushtet atmosferike është Zoti, pra ai i cili ka bërë le të themi tokën me një atmosferë e cila e mbledh, si më thënë, dhe e mbështjell atë dhe në sajtë të saj zhvillohen kushtet atmosferike në tokë, është Zoti i gjithësisë, pra ne nuk do të harrojmë Zotin. Edhe faktikisht për ret, për shiun, për bubullimat, për shkëptimet ka me lajke special. Pra çdo gjë zhvillohet me mbikëqyrjen e Zotit nën kontrollin e të Madhit Zot. Pra çdo gjë ndodh e parashikuar, e parapërcaktuar nga Zoti më. Dhe ne këtë nuk do të harrojmë, pra nuk duhet na bëjë neve teknologjia ose nuk duhet të jetë teknologjia shkak që të harrojmë Zotin. Na hutoj nga krijuesit dhe nga Zoti. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në këtë rast ti u paraqit. Në raste të tjera neve na është thënë, profeti alayhis salatu wasalam është një melek i ngarkuar nga Zoti që merret vetëm me ret. Pra ai i cili lëviz ret. Edhe këtu, domethënë kur ju tha shko dhe u jep thjesht këtij njeriu i paraqit një nga urdhrat e Zotit se çfarë ndodh në botën e qiellit dhe në botën e reve, domethënë. Ne duhet të kuptojmë se çdo gjë është tek Zoti dhe nga Zoti. Dhe se njeriu domethënë duhet të kuptojë se sado që ne të mundohemi të parashikojmë apo të kuptojmë se si mund të zhvillohen ngjarjet, në fund fare zhvilluesi i vërtetë i tyre dhe shkaktari i vërtetë i tyre dhe krijuesi i vërtetë i tyre është Allahu, pavarësisht se sa ne arrim të zbulojmë apo të nxjerrim pa apo të zbulojmë disa nga këto, le të themi, sekrete, në thonjza të asaj që se si mund ndodhin dhe se si mund zhvillohen ngjarjet në vijim në bazë të kushteve dhe jo thjesht domethënë parashikime, si më thënë, të cilat nuk kanë asnjë lloj mbështetje dhe asnjë lloj baze, sepse dallimi mes një parashikimi i cili është i pranueshëm dhe një parashikimi i cili është i papranueshëm është parashikimi i pranueshëm ai i cili ka një mbështetje dhe një bazë, ka një shkencë me të cilën ndërtohet, ka një, le të themi, një analizë konkrete, përvojë dhe një analizë, kjo është e pranueshme dhe nuk përbën shkelje të asaj që quhet e fshehta. Dhe kemi parashikimet të ardhmes nëpërmjet fallëve, nëpërmjet astrologjisë, të gjitha këto pastaj konsiderohen mosbesim ose cilat nuk janë as shkencore, janë fyen dhe inteligjencë njerëzore, pasi sepse prezant gjitha ligjet luajnë shumë me terma të përgjithshëm dhe nuk japin abuzojnë me njerëzit dhe nuk japin gjëra konkrete. Për të ardhur tek ngjarja jonë, domethënë, shumë interesant fakti që profeti alayhis salam nëpërmjet kësaj ngjarje jep një mesazh shumë të rëndësishëm që është puna dhe rëndësia për të punuar. Pra, marrësia dhe bekimi nuk mund t'i vijë njeriu nëse nuk lodhet, nëse nuk punon. Pra nuk ka gjë më të mirë sipas normativave islame se sa djersa dhe mundi i personit për të fituar pasurinë e tij, domethënë për të fituar jetën e tij, për të ecur mbar jeta e tij. Nuk ka rrugë më të mirë se sa lodhja dhe mundi. Për këtë arsye, bujqësia në këtë rast vjen si shembull i mirë sepse njerëzit mundohen e shohin si punë jo shumë komode, jo shumë fitimprurse, sidomos ne shqiptarë që duam të pasurohemi brenda një kohe shumë të shkurtër, ndërkohë që vjen shembull këtij personi i cili punonte tokën dhe një tokë e cila ishte ndoshta jo shumë pjellore, por mirësia e Zotit që mbinin shumë gjëra atje, pra një mënyrë për të jetuar një jetë të begatë dhe të shëndetshme. E rëndësishme është që njeriu të ushqehet me djersën e tij, e rëndësishme është që njeriu të ushqehet me halallin. Kjo mund të jetë mbujtësi, kjo mund të jetë mbledhtori, kjo mund të jetë në çdo lloj fushë të jetës. Mirëpo njeriu nuk duhet të neglizhojë kushtet dhe mundësitë që i ka dhënë Zoti. Pra, domethënë, ai që është
le të themi ai që jeton në fshat, le të shfrytëzoj këtë mirësi të Zotit. Ai që është diku tjetër dhe ka mundësi me blegtorin, le të shfrytëzoj këtë mirësi të Zotit. Dikush është në qytet dhe jepet mundësia për tregti apo për gjëra të tjera, atëherë le ta shfrytëzoj këtë mirësi të Zotit. Pra njeriu të shfrytëzoj mirësitë e Zotit, kushtet dhe rrethanat që i ka, ai që është shumë e papranueshme në Islam, është që njeriu mos kthehet në parazit për veten e tij, për familjen e tij apo për shoqërinë. Kjo është e papranueshme. Pra të ketë njeriu një tokë dhe ta ketë mendjen për jashtë apo ta ketë mendjen se si të pasurohet pa punuar tokën, kjo nuk është e pranueshme. Ose të kërkoj ndihmë sociale dhe asistencë sociale ndërkohë që ka tokë, kjo është e papranueshme. Të shkoj të lypi dhe të kërkoj ndihmë ndërkohë që ka tokë, kjo nuk ka gjë që për ty. Domethënë edhe sikur të pasurohet njeriu shumë shpejt në forma dhe në mënyra të tjera, nuk do të ketë bekim, nuk do të ketë mbarësi, nuk do të ketë bereqet. Kjo pasuri e ardhur në këtë lloj mënyre, përderisa njeriu nuk lodhet dhe nuk mundohet dhe nuk djersitet vetë. Më kujtohet në rastin kur erdhën 2 djalmosha të ri tek pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i thanë pejgamberit Zotit, na jep, se pejgamberi alayhis salatu wassalam po shpërndante prej le të themi prej pasurive. Profeti alayhis salam i pa dhe i tha, ju jeni të rinj dhe të shëndetshëm. Nëse doni unë ju jap, po nuk e meritoni. Pastaj tha, dora që jep është gjithmonë më lart se sa dora që merr. Thot personi që i ka ndodhur ngjarja, thot për Zotin thot, mas asaj dite, jo vetëm që s'kam kërkuar, po kam qenë gjithmonë nga ata që jepnin. Pra ideja kush është, domethënë, ideja është që njeriu domethënë të punojë, të lodhet dhe të djersitet. Gjëja më e mirë në një hadith pejgamberi sa ka thënë, gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu është të ushqehet me djersën e tij. Daudi, pastaj vazhdon thot, alayhis salam ushqehej me djersën e tij, pra pejgamber për pejgamberëve të Zotit. Vetë se kishte pasuri dhe pejgamberi alayhis salam, nuk është se ka pas, domethënë merrte diçka si rrogë, jo, ai vetë punonte, merri me tregti. Domethënë ka pas një punë të ndërtuar, si në rastin kur ishte në Mekë, si në rastin kur ishte në Medinë. Pejgamberi alayhis salam, domethënë furnizimin e tij e kishte në djersën e tij, në lodhin e tij dhe në mundin e tij, dhe nuk kishte diçka që i vinte gratis. Edhe kjo është një edukat, pra nëse pejgamberi selam ishte ky, domethënë, dhe ushqehej me djersën e tij dhe me mundin e tij dhe me atë që i takonte, atëherë ne, domethënë, edhe më shumë parsor, edhe më shumë meritojmë që të lodhemi dhe të mundohemi, se në fund fare ishte profet dhe çdo gjë kishte garantuar, ndërsa ne s'kemi asgjë të garantuar, për këtë arsye dhe lodhja edhe mundi jon duhet të jetë edhe shumë më madh se sa lodhja dhe mundi i tij. Gjë interesante në këtë ngjarje është fakti që ky tha, domethënë, një pjesë tha, unë mbaj për familjen time. 1/3 e mbaj vetë. Pra ne duhet të kuptojmë se bamirësia nuk funksionon vetëm jashtë derës, vetëm me njerëzit e huaj. Bamirësia fillon me njeriu vetë, me familjen e tij. Njeriu, domethënë, duhet të përdorë të mira që i ka dhënë Zoti. Allahu xhalla xhelalu don për ju, nëse ju ka dhënë ndonjë mirësi apo ndonjë begati, ti shohi, si më thon, gjurmët e këtyre mirësive dhe begative tek ju, thot profeti alayhis salatu wasalam. Pra, nëse Zoti ka dhënë mirësi, shfrytëzoj këto mirësi. Nëse Zoti ka dhënë begati, shfrytëzoj këto begati, sa ai ti ka dhënë në radhë parë për ty dhe për familjen tënde. Kështu që bamirësia më e mirë që bën njeriu dhe sadakaja më e mirë që jep njeriu është bamirësia e tij dhe sadakaja e tij tek fëmijët e tij, tek familja e tij. Për këtë arsye dhe ky burri, domethënë, bëri një ndarje shumë interesante. Pra 1/3 e mbante për vete dhe për familjen e tij. Pra ai ka kuptuar shumë mirë se kështu funksionojnë gjërat. Pra unë siguroj familjen dhe në momentin që siguroj familjen, atëherë shoh jashtë familjes që është sadakaja. Pra shembulli i njeriu të begat dhe të suksesshëm është ai i cili të pasuri e menaxhon mes familjes, pasurisë pra kopshtit të tij dhe nevojtarëve. Po. Dhe gjë interesante që ka gjithashtu hadithi është le të themi idareti i tij, e përdorin shumë jashtë kufive, domethënë menaxhimi i tij i mirë, llogaritë e tij të mira. Domethënë ai kishte bërë një llogari shumë interesante. Çfarë më duhet për ta mbajtur edhe për ta shtuar prapë dhe për ta mbjellë prapë, më duhet 1/3. Këtë e ruante. Çfarë më duhet për nevojat familjare, thot 1/3. Këtë konsumonte dhe shpenzonte për familjen dhe për veten e tij. Pastaj 1/3 e jepte për të varfrit. Unë nuk po them që njeriu duhet të japë 1/3 e pasurisë së tij. Këtë nuk e thotë askush. Mirë, po ky, domethënë, kishte zgjedh këtë metodikë. Mirë, po menaxhimi është shumë interesant. Domethënë, askujt nuk i mbetej gjë pa plotësuar.
çfarë donte toka për vitin e ardhshëm, ishte, çfarë donte familja për një vit, ishte, dhe pjesën tjetër e jepte. Ka njerëz që bëjnë zgjedhje të tilla, pavarësisht se feja nuk obligon për të bërë zgjedhje të tilla, as nuk orienton për zgjedhje të tilla, përkundërzi. Megjithëse këto janë shembuj pozitiv, janë shembuj suksesi. Domethënë feja kërkon 2.5%. Po, 2.5% në rastin më të madh, domethënë kërkon 5% ose 10% në rastin e të vjelave apo të bujqësisë. Dhe nuk shkon asnjëherë në kaq përqind, domethënë. Po ideja kush është, domethënë ai kishte gjetë një mënyrë dhe ishte qetësuar te kjo mënyrë dhe e menaxhonte këtë gjë shumë mirë dhe interesant. Dhe faktikisht njeriu kështu duhet të jetë. Pra nuk është Islami ai që thotë shtrëngohu për të bërë llogaritë e brezit 7, pas nuk thotë Islami domethënë që ti jep edhe pastaj dil lyp edhe kërko se çfarë do të bësh. Njeri i mençur është ai i cili di të bëj llogaritë edhe di të menaxhoj mirë situatën. Për gjëra interesante gjithashtu që ka hadithi, domethënë është se sadakaja, domethënë ishte një nga bekimet që e mbante, si më thënë, këtë vend, këtë kopësht, këtë familje kaq të begat. Është ajo që ne kemi thënë herë mas here, që kur njeriu jep, kur njeriu shpenzon, Zoti i Madh ja kompenson, Zoti i Madh ja bën mbar jetën, Zoti i Madh nuk ja humb mundin dhe djersën atij njeriu i cili mundohet kontribuoj, mundohet largoj hallet e njerëzve, mundohet që t'ju përgjigjet nevojave të njerëzve. Zoti i Madh, domethënë, ja kompenson, Zoti i Madh ja jep në jetën e kësaj bote, Zoti i Madh ja shpërblen në jetën e kësaj bote. Pra nëse Zoti i Madh ndaj atij njeriu që jep në këtë botë ja kthen. Merr me se çfarë ka përgatitur Zoti në botën tjetër pa atë njeri i cili ju gjendet në nevojë njerëzve, ju gjendet pranë njerëzve. Si tha pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith, tha men kashafa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya kashafa Allahu anhu qurbatan min qurabi al-akhirah. Ai njeri që besimtarit i largon një breng në këtë botë, Zoti do t'i largojë atij brengat e botës tjetër. Ai njeri që ushqen një besimtar në këtë botë, Zoti do ta ushqejë në botën tjetër. Ai njeri që e vesh një besimtar në këtë botë, Allahu do ta veshë në botën tjetër. Ai njeri që i shlyn atij një borxh për një besimtar në këtë botë, Zoti i Madh do të shlyejë atij borxhet në ahiret. Apo raste të tjera që pejgamberi sa na tregon se si Allahu xhelalu do t'i trajtojë njerëzit të cilët ju janë gjendur pranë njerëzve dhe ju janë gjendur njerëzve në nevojë. Këta njerëz janë nevojë faktikisht Zoti po donte i pasuronte, Zoti po donte i jepte. Jo, Zoti na ka sprovuar neve me ata dhe ata i ka sprovuar me ne. Që do të thotë ne si do t'i trajtojmë këta njerëz. Ne si do të pozicionohemi përballë këtyre njerëzve, se ata në fund fare janë të sprovuar. Durimi i tyre ka shpërblimin e sigurt në botën tjetër. Mirpo ne jemi të sprovuarit faktikisht dhe nuk janë ata të sprovuarit. Kështu që nganjëherë ne, domethënë, në shoqëri i shohim njerëzit e varfër, ata të sprovuarit, po faktikisht e vërteta është janë pasur. Sprova ka dy anë. Absolutisht. Jo, këta janë të sprovuarit e vërtet, sepse nëse këto do t'i bënin një menaxhim të mirë, pasurisë tyre nuk do të kishte të varfër. Në fund fare është përballë një situate. Pra ai ka lindur një familje të varfër që s'ka pas shtëpi. Dhe ky tani nuk ka shtëpi, nuk është më faji i tij. Nëse ky tjetër mund të ketë 1, 2, 3, 4, 5, 6 edhe i mbat gjitha bosh. A nuk është shoqëria ka obligime dhe detyrime dhe është sprovuar që të përmbushë jo vetëm nevojat individuale, po ato shoqërore duke ndërvepruar. Domethënë në fe nuk funksionon, domethënë që njëri, domethënë të ketë edhe të mjaftohet vetëm për veten e tij. Në momentin që ka mundësi të ndihmojë, atëherë duhet përgjigjet patjetër. Përndryshe ne kemi përmend me sa di edhe në një emision tjetër, kemi thënë që dietarët e kanë trajtuar si temë, a duhet njeriu të japi nga pasuria e tij përveç zakatit, dhe kanë thënë që po duhet të japi. Ka raste dikush është rrezikon jetën, ka nevojë të ndihmohet për një operacion ose ka nevojë të ndihmohet për diçka, çfarë mund të thoshti, unë kam dhënë zakatin. Mund mjaftohet njeriu me faktin që unë kam dhënë zakatin. Po nuk mbaron obligime vetëm me 2.5% që sidomos kur gjendemi përballë këtyre situatave ku rrezikohen jetë njerëzish. Po që bëjmë një shkputje të shkurtër dhe vjojmë me dobit e tjera kësaj ngjarje në pjesën e dytë, ndërmjet miq, shihemi pas pak. Rikthehemi në pjesën e dytë miq, po flasim për një ngjarje e cilën profeti alayhis salam ja u tregon shokëve të tij dhe bëhet fjalë për pikërisht për një person i cili përjetonte një keramet për Zotit, një mirësi për Zotit, ku shiu i dedikohej tokës së tij, vendit ku ai punonte dhe me djersën e tij
ndihmonte familjen, vazhdonte të mbjellat, por ndërkohë 1/3 e saj e kishte për të varfrit. Hoxh, a mund të themi se për kësaj ngjarje kuptojmë se Zoti ka disa njerëz që janë të përzgjedhur, janë të veçantë, janë si thua ndryshe, ligjet tek ta ndryshojnë, funksionojnë ndryshe edhe pse ndoshta ata nuk e dëshmojnë këtë dhe nuk mburren me këtë. Pra si është kjo çështja e të zgjedhurve të Zotit në tokë, të cilët përjetojnë këtë lloj mirësie? Nuk ka dyshim se Zoti me njerëzit e tij ka sekrete, ashtu siç ka njerëz që me Zotin kanë sekrete. Nganjëherë këto sekrete zbulohen që njerëzit marrin mësim, që njerëzit kuptojnë se do të thonë po ti kesh sekretet dhe të fshehtat dhe ti je mirë me Zotin, Zoti ta bën mbar. Faktikisht është e vërtetë që ka njerëz që Zoti i ka privilegjuar me disa mirësi dhe begati. Dhe bukuria më e madhe qëndron në faktin atëherë kur këta njerëz nuk mburren dhe nuk i tregojnë këto mirësi dhe këto begati. Pra, mbeten ata, domethënë, shumë të privilegjuar, të turpëruar dhe të përulur ndaj Zotit, që Zoti pikërisht po i jep këto lloj mirësish dhe Zoti po i begaton ose po i bekon në këtë lloj formash. Ata ndihen shumë mirë, ata ndjejnë veten shumë mirë dhe janë vazhdimisht ndjejnë veten borxhlin ndaj Zotit dhe nuk krenohen. Ky është dallimi mes njeriu i cili me të vërtetë është udhëzuar dhe ka mirë menaxhuar bekimin e ardhur nga Zoti, ngrasim me një njeri që mund të ndodhi një herë, dhe atë e merr vesh familja, e merr vesh lagja, e merr vesh qyteti dhe tregohet në të gjitha kontinentet. Pra zakonisht të parë e ruajnë këtë privatësi dhe nuk duan që mes kësaj marrëdhënie të futet dikush tjetër, duke e ditur dhe duke treguar dhe duke pyetur, pra mundojnë që ta kenë private me Zotin, jo vetëm parët, po një besimtar i mirë kështu funksionon. Pra domethënë këto mirësi dhe këto begati mund t'i hetojë dikush, por nuk ka nevojë që të tregohen dhe as nuk ka nevojë që dikush të mburret me to. Pra gjëra që duhet mban në vete, siç ishte rasti për shembull i Uwais el-Qaranit, Omer radiallahu anhu dihet që sa herë që vinte një delegacion nga Yemeni thoshte është në mesin tuaj Uwais el-Qaraniu, një herë, dy herë, tre herë, derisa në një rast i thanë po është në grupin ton. Kur e pa Omerin, nuk është se ja mbushi syrin, I tha Omer radiallahu anhu, I tha ti je Uwais el-Qaraniu, po, tha mund të shoh tha një shenjë trupin tënd se më ka përmend profeti alayhis salam, tha po, e nxorri, me të vërtetë ishte një pull që i kishte mbetur nga një smundje. Omer e vërtetoi me veten e tij, domethënë që me të vërtetë ky ishte. Tha, cila është historia, tha, pse po më kërkon kaq shumë? I tha sepse kam dëgjuar profetin alayhis salam, do të vi nga Yemeni një burr me emrin Uwais el-Qarani, e ky është në atë gradë dhe në atë pozitë tek Zoti i gjithësisë që lutjet e tij pranohen. Prandaj tha dua, Omeri tani po I thot, dua tha që të bësh dua për mua. Po I tha, do të bëj dua për ty. Mbas kësaj ngjarje nuk dihet se ç'ka ndodhur me Uwais el-Qaraniun. Ka humbur nga sytë e njerëzve. Sepse ai e mori vesh që ka diçka e thënë nga profeti për të. Edhe nuk ul diku dhe tha, po, kush ka lutje tani të lutem për të? Unë jam ai që profeti ka thënë për mua, domethënë dhe kishte zbrit shpallje për të. Domethënë ky është menaxhimi I suksesshëm. E ruajti këtë sekret. Ky është menaxhim, po, ky është menaxhimi I suksesshëm. I këtyre mirësive të Zotit. Domethënë Zoti të zgjodhi dhe Zoti të vlerësoi. Atëherë lëre raport mes teje dhe Zotit. Dhe nuk ke nevojë pse të vlerësohesh edhe nga njerëzit apo të le të themi të japin dhe njerëzit një lloj lavdi. Kjo është diçka që Zoti po ta jep, domethënë në këtë botë si një lloj shpërblimi, atëherë le të mbesi mes teje dhe Zotit. Kjo është kështu duhet menaxhuar, jo thjesht të parët, jo, kjo është rruga e vërtetë e menaxhimit të kerameteve ose e këtyre mirësive dhe bekimeve që Zoti I jep njeriu herë pas here, ose atyre njerëzve që Zoti ua jep. Ndërkohë, tendenca tjetër hoxh është që shpesh njerëzit gjurmojnë jetët e njerëzve të pasur, njerëz të cilët I konsiderojnë të suksesshëm sepse kanë arritur famën apo kanë arritur pasurinë dhe mundohen që të dinë për sekreteve të jetës tyre. Ndërkohë, kjo ka deformuar pastaj modelin se cili është realisht I suksesshëm. Pra një person I cili është I pasur jo detyrimisht është njeri I suksesshëm, sepse shohim që në jetën e tij ka shumë pjesë të errta. A duhet që dhe ne të gjurmojmë historitë dhe shembujt e njerëzve të suksesshëm realisht, ata të cilët si thua
kanë moral të larta, kanë devotshmëri të veçantë, kanë pozitë tek Zoti, edhe pse nuk e dim cila është pozita e njerëzve, po shembujt e tyre, adhurimet e tyre janë të tilla. Pra, a duhet që të orientohen modelet në këtë drejtim dhe të kemi kujdes nga tendenca që ndodh shpesh për ditur se çfarë ndodh me njerëzit e pasur, si e bën ata këtë pasuri, çfarë kanë ata të veçantë. Kjo pastaj varet nga prirjet ose nga se si njerëzit domethënë shohin njeriu e suksesshëm. Dikush njeriu e suksesshëm e vlerëson tek pasuria, për këtë arsye është i prirur të di jetën e tij dhe si ka arritur këtu. Dikush tjetër sheh suksesin njeriu tek devotshmëria, tek përkushtimi, tek veprat e mira dhe mundohet ta marrë si model. Po më herë vlerësoj trimëria, devotshmëria, burria, qëndrueshmëria, pra ne gjithmonë kemi thënë që kohët mësonin për këtyre. Gjithmonë kemi thënë që kohët kanë ndryshuar. Dhe më të vërtet nuk është një llaf që thuhet, po më të vërtet kohët kanë ndryshuar dhe kapitalizmi, modernizmi, të gjitha këto kanë ndikuar, domethënë edhe që prirjet e njerëzve, domethënë për shembull dikur thuhet filani është i ndershëm. Sot kush nuk bën ngjarje historisht. Kush të lavdon se je i ndershëm apo jo? Ose siç thuat trimëria, besa, domethënë njerëzit kanë prirje të tjera, jeta është bërë më e vështirë. Domethënë këto mbeten vlera që lexohen, thuren vargje për to, mirë po të gjejmë njerëz që jetësojnë, normalisht që kohët janë me të vërtetë kohë të vështira. Që thotë që duhet të përpiqen akoma më tepër për të jetësuar të vlera. Absolutisht, edhe domethënë unë mendoj që besimi në Zot i ka pjesë të adhurimeve këto gjëra. Domethënë kur themi në kodi etik i Islamit flet për besën, flet për fjalën e dhënë, flet për amanetin, flet për të folmen mirë, flet për komunikimin e mirë, flet për mos përgojimin, flet për mos paragjykimin e tjerë. Të gjitha këto faktikisht në Islam përkthehen vlera adhurimi, pra jo thjesht vlera në të cilat fton Islami dhe po i bëre je musliman i mirë. Jo, kur i bën je musliman i vërtet, kur i bën ke shpërblim dhe sevap, kur nuk i bën humb vlerat tek Zoti. Pra nuk je besimtar i mirë kur nuk i bën. Pra Islami i ka dhënë një sens tjetër, i ka dhënë një ngjyrim tjetër dhe indikacioni që feja ka përdorur për t'i ruajtur këto vlera që më të vërtetë janë vlera universale, është krejt ndryshe nga qasja që ndodh, për shembull dikush e bën se e bën për famë apo e bën për emër apo që të përmendet. Sa show, domethënë është braq prezente sa ndoshta dikush nuk mund mos bëj sot bamirësi apo ndihmë apo sepse është bërë pjesë e standarde që duhet, sepse nëse nuk jetë te këto lloj modelesh atëherë nuk je në trendin e duhur, po këto ngjarje dhe këto histori dhe këto emisione të cilat kanë ndodhur ditëve të fundit me bamirësinë, na kanë zbuluar plot heronj të cilët jetojnë në familjet e tyre dhe kujdesen dhe ushqejnë 2-3 anëtar të familjes që ndoshta janë të smur. Pra ja dedikojnë gjithë jetën e tyre, rininë e tyre në një sakrificë të madhe. Këta janë heronj të vërtetë, të cilët nuk janë model sot për rinin. Ndoshta është e kundërta. Model për rinin është ai i cili është e vërtetë, domethënë, ajo është një sakrificë e madhe, është një punë e madhe. Në një rast më kujton një hadith, thotë ishte pejgamberi alayhis salatu wasalam me shokët e tij dhe domethënë erdhi, u prezantoi një burrë që ishte shumë i fuqishëm, shumë i mbajtur, shumë. Edhe njëri prej sahabëve tha, sikur të ishte kjo në rrugt të Allahut. Tha pejgamberi alayhis salam, nëse ka fëmijë dhe ju ushqen me këtë forcë dhe fuqi, është në rrugt të Allahut. Nëse ka prindër me të cilët kujdeset dhe punon për t'i ushqyer është në rrugt të Allahut. Nëse ka njerëz të tjerë që vëllezër apo motra që ky me këtë trup, me këtë forcë dhe këtë fuqi, domethënë i ushqen dhe i mban mirë dhe kujdeset për to është në rrugt të Allahut. Pra koncepti në rrugt të Allahut nuk është një koncept që patjetër duhet shkojë deri tek sakrifica. Në rrugt të Allahut njeriu në momentin që punon pastër, ushqen familjen e tij, kujdeset për gjithë në rrugt të Allahut. Pra domethënë edhe një korrigjim nga profeti alayhis salam se në rrugt të Allahut nuk është diçka shumë e personifikuar apo shumë e kufizuar. Në rrugt të Allahut mund të jetë gjithë jeta e njeriu. Edhe në momentin që njeriu i shërben familjes së tij, ai është në rrugt të Allahut. I shërben prindërve të tij, kujdeset për prindërit e tij, është në rrugt të Allahut. Dhe është e vërtetë që ata janë heronj, s'ka dyshim. Por do të pyesim ku e gjejnë durimin, pse kjo se ajo është durimi është mirësi për Zotit, është cilësi, domethënë një lloj nderimi që Zoti i jep që të durojë dhe të vazhdojë me këtë sfidë. Unë mendoj se populli ynë pavarësisht të kaluarës
besimin e kanë njerëzit. Pra, janë rritur me një frym besimi. Edhe kur përballen me situata të tilla, thonë unë po e bëj se s'ma humb Zoti. Pra ai ka një lloj besimi, komunizmi rënoi fen, po nuk ai të rënoi besimin. Nuk rënoi besimin. Pra është kjo lloj edukate, është tek njerëzit, do thonë, si ke parasysh e bëra për shpirt, e bëra për mirësi, i paske dhënë një çabuk fukarajt. Pra ideja e ndihmës, ideja edhe ata që sakrifikojnë faktikisht, ndoshta edhe humbin. Unë di raste për shembull që vajza për shkak prindërve nuk është martuar dot, sepse po të martohej nuk do të kujdesej për prindërit, ose rastin e djalit për prindërit, apo raste shumë të ngjashme, domethënë që ndoshta edhe ka shuar jetën e tij për të kujdesur. Pse ka bërë gjithë këtë? Është pikërisht ajo mëshira që Zoti i Madh ka lënë në zemrat e njerëzve. Është ajo lloj, le të themi, dhimbshurie që Zoti e ka gatuar njeriu të ketë një lloj dhimbshurie të tillë, domethënë. Unë mendoj që besimi ndikon shumë, domethënë. Besimi dhe vlerat e besimit nuk janë shuar tërësisht. Dhe këto vlera besimi kanë mbetur, janë ushqyer, domethënë, jo si më thënë në mënyrë permanente, të rregullt, akademike dhe teorike, mirë po kanë mbetur shumë gjëra, domethënë që unë mendoj që besimi ndikon shumë pozitivisht, që njeriu të gjejë forcë dhe fuqi dhe të mendojë se shpërblimin e vërtet për këtë lodhje dhe këtë mund, edhe nëse nuk e gjen tek njerëzit, do ta gjejë tek Zoti në botën tjetër. Kjo, padyshim, nuk vlerëson kontributin e bamirësve, as të shoqatave, as të njerëzve që japin. Domethënë, ne nuk mund të themi këta janë herojt, po këta çfarë janë? Edhe këta janë herojt, domethënë. Kemi të bëjmë me dy palë njerëzish të cilët janë herojnë, ata të cilët kanë qëndruar deri në këtë ditë, në këto sfida, në këto hallë, në këto siklete, dhe këta të tjerë qofshin shoqata, fondacione, qofshin bamirës, tregtar apo biznesmen, qofshin artistë, qofshin futbollista, të cilët me të vërtetë gjetën forcën dhe fuqinë dhe guximin që të japin diçka, të kontribuojnë me diçka, ta çojnë diçka tek këta njerëz. Edhe domethënë sa mirë kur këto dyja harmonizohen dhe bashkohen për të prodhuar pastaj një ndihmë reale. Dhe ne duhet mendojmë mirë. Pra edhe këta kur e bëjnë për shpirt, e bëjnë për sevap, e bëjnë për shpërblim. Domethënë nuk është thjesht çështje trendi se kështu duhet bësh kur arrini një stat caktuar, jo. Ka shumë prej tyre që unë njoh personalisht që i bëjnë shumë gjëra të tilla pa i reklamuar dhe pa e ditur askush. Përveç se në një rasti që i thuhet duhet ta bësh çik ndikohet të tjerët për sensibilizim. Përndryshe di unë me 10 me 100 raste artist, di njerëz që merren me sportin që shpenzojnë dhe nuk e din askush dhe nuk pranojnë. Përveç rasteve që ju thuhet duhet sepse sensibilizohen të tjerët. Okej. Dhe këtë e bën domethënë ndoshta edhe pa dëshirën e tyre. Në të dyja palët kemi heronj dhe unë mendoj se herojt e tretë mes të dyja palëve janë ata të cilët koordinojnë dhe gjejnë edhe këta janë herojt vërtet, sepse është stres, është lodhje, është mund, përzgjedhja e njerëzve, rastet që ju vijnë, domethënë dikush mendon se për shembull dikush ka një fondacion që ndihmon siç është rasti fundjavë ndryshe apo siç është rasti i xhamisë për shembull që ne ndihmojmë me të tjerë. Dikush mendon me fjalë që këtu është një fabrikë e madhe parash që vetëm shko kërko sa aty plotësohet, mirë po edhe ne faktikisht domethënë edhe fundjava apo domethënë edhe ata janë shumë ciklet në përzgjedhje, kanë domethënë disa nene të caktuara kujt i jepet përparësi, domethënë dikush takova dikë dhe më tha që djallë se ne kemi bërë një kërkesë ke fundjavë ndryshe tha dhe nuk na kanë vllai tash po fundjavë ndryshe mund të shkojnë 2000 kërkesa në muaj. Tani nëse fundjavë ndryshe do të japi për 2000 kërkesa që kanë muaj i bjerë që fundjavë ndryshe të ketë degë FMN-s në Shqipëri. Fundjavë ndryshe mundohet nëpërmjet bisedave. Edhe ata kanë disa kritere që në sajt të këtyre kritereve pastaj zgjedhin njeriu më të volitshëm, më të përshtatshëm. Në një moment ju thot dikush që kam, atëherë i përgjigjen, mundohen, nuk dhe kjo ka sfidat e veta, ka vështirësitë e veta, nuk kemi tre palë heroj faktikisht. Janë ata, këta, po edhe ata të cilët bëjnë koordinimin mes tyre dhe të cilët i bashkon besimin të tre. Absolutisht. Zoti ju shpëloftosh. Amin, Zoti të nderoft. Ndërsa miq, këto ishin minutat e emisionit sotëm, folëm për ngjarjen e një personi i cili përmes besimit në mënyrë po themi private dhe jo shumë publike, 1/3 e ndante për të varfrit dhe 1/3 për familjen dhe e sollëm këtë shembull për treguar sepse edhe sot ka plot njerëz që e ndajnë ndoshta vetëm 1/3 të pasurisë, po dhe 1/3 e kohës, 1/3 e mundit, ndoshta edhe më tepër se kaq, për të kthyer në heronj të vërtet
me cilën shpresojnë se Zoti nuk do t'ja u haroj këtë pjesë dhe do t'ja u kompensoj dhe do t'i shpërblej me mirësitë e tij të pafundme. Zoti ju shpëlbej që na ndoqët. Selam aleikum, mirë takofshim. Mm-hmm.